Një moment shumë dramatik dhe i papritur ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother, ku një zar fizik ka mbërritur për Kristin, duke krijuar menjëherë tension dhe ankth mes të gjithë banorëve. Siç dihet, zarfi i zi është gjithmonë shenja e një vendimi të rëndësishëm dhe zakonisht lidhet me shkelje serioze të rregullave të shtëpisë, prandaj atmosfera u bë menjëherë e rënë dhe plot pasiguri. Banorët janë mbledhur të gjithë në ambientin kryesor, duke pritur me kurreshtje dhe frikë për të mësuar për mbajtjen e zarfit. Në fytyrat e tyre duke i qartë shqetësimi, pasi askush nuk e dinte se çfarë vendimi ishte marrë dhe sa serioze ishte situata. Heshtja në shtëpi ishte e thellë dhe tensioni rritej çdo moment. Siç duket, këtë herë ishte Brikena ajo që mori zarfin e zi dhe u ngarkua ta lexonte para të gjithë banorëve. Me një ton serioz dhe me emocione të dukshme, ajo filloi të lexonte mesazhin që vinte nga vëllai i madh. Teksa fjalët e saj dëgjoheshin në ambient, banorët e tjerë ndihnin me vëmendje çdo detaj. Në përmbajtjen e zarfit thuaj se Kristi kishte fyer rregullat e shtëpisë, një shkelje që konsiderohej e rëndë dhe e papranueshme brenda lojës. Teksa Brikena vazhdonte leximin, atmosfera në shtëpi u bë edhe më e tensionuar dhe emocionet u rritën ndjeshëm. Sipas vendimit të bërë publik, për shkak të kësaj shkeljeje të rregullave, Kristi do të eliminohej menjëherë nga gara. Ky vendim i papritur ka tronditur banorët, pasi eliminimi i drejt për drejt përmes zarfit të zi është një nga ndëshkimet më të forta që mund të merret në shtëpi. Pas leximit të zarfit, në shtëpi mbizotëroi heshtja. Disa banorë u pan të habitur dhe të tronditur nga lajmi, ndërsa të tjerë dukeshin të shqetësuar për pasojat që kjo ngjarje mund të kishte në rrjedhën e lojës. Reagimet ishin të ndryshme, por të gjithë ndjenin peshën e momentit. Kristi nga ana e tij u përball me vendimin dhe kuptoi se rrugëtimi i tij në shtëpi kishte marrë fund. Momenti ishte i mbushur me emocione, pasi eliminimi i menjëhershëm është gjithmonë një situatë e vështirë për çdo konkurrent. Banorët e tjerë e pan situatën me seriozitet, duke reflektuar mbi rëndësinë e respektimit të rregullave. Kjo ngjarje ka ndryshuar menjëherë atmosferën brenda shtëpisë, duke i bërë banorët më të kujdesshëm për sjelljen dhe veprimet e tyre. Zarfi i zi shërbeu si një paralajmërim i fortë për të gjithë se rregullat e lojës janë të qarta dhe çdo shkelje ka pasoja të rënda. Largimi i Kristit pritet të ndikojë edhe në dinamikën e lojës, duke ndryshuar marrëdhëniet mes banorëve dhe balancat brenda shtëpisë. Aleancat mund të ndryshojnë, strategjitë mund të rishikohen dhe tensionet mund të rriten edhe më shumë pas këtij vendimi. Mbetet për t'u parë se si do të vazhdoj gara pas këtij eliminimi të papritur dhe si do të reagojnë banorët në ditët në vijim. Një gjë është e sigurt, momenti i zarfit të zi ka sjellë emocione të forta, dramë dhe tension, duke treguar edhe një herë se brenda shtëpisë çdo gjë mund të ndryshojë në çdo moment dhe se rrugëtimi i çdo konkurrenti varet nga respektimi i rregullave dhe vendimet e lojës.